إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Allah në falenderojmë dhe vetëm prej Tij ndihmë dhe falje kërkojmë. Kërkojmë mbrojtjen e Allahut dhe strehim tek Ai kundrejt liksive të gjunaheve tona dhe kundrejt shpirtit tonë të pryer për të keqe. Atë që Allahu o zën në rrugën e drejtë, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta çon në humbje. Ndërsa atë që lën në humbje dhe devijim, askush tjetër përveç Tij nuk mund ta uzon në rrugën e drejtë. Dëshmojmë dhe deklarojmë që nuk meriton të adhurohet askush tjetër me të drejtë përveç Allahut të vetmit të paortak, dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij dhe vula të gjithë pejgamberëve. Allahu na thirr në Kur'an duke na thirrur në emrin e gjës më të çmuar që e kemi, në emër të besimit. O ju që keni besuar, vazhdoni t'i bindeni Allahut, duke i respektuar urdhrat e Tij dhe duke u përmbajtur nga ndalesat e Tij dhe mos ja lejoni vetvetes me vdek ndryshe përveç se duke qenë musliman të nënshtruar dhe të bindur ndaj Tij. Vllazë ndashtën, Allah në falenderojmë për të mirat e Tij të panumërta ndaj nesh. E padyshim nga këto begati madhështore është Kurani në të cilën Allah i lartësuar na ka zbritur dhe porositë në të cilat janë përjetësuar në librin e Tij famlart. Besimtari i devotshëm, besimtari i zgjuar, kur lexon Kuranin fisnik dhe kalon mbi ajetet inkurajuese apo kërcënuese, ato që e friksojnë besimtarin nga zjarri i xhehenamit apo nga tmerret e ditës së gjykimit, nuk e përjashton vetveten se mos ndoshta edhe ai bën pjesë do të hyjë në grupin e këtyre ajeteve të cilat i drejtohen. Besimtari i devotshëm merr mësim nga të vërtetat kuranore dhe nuk e përjashton vetveten nga ato të vërteta, nga se ka mundësi me qenë edhe ai pjesëtari i atyre kërcënimeve të cilat përmenden në Kur'an. E shembullin më të mirë e kemi tek sahabët, të cilët janë friksuar nga çdo kërcënim dhe nuk janë ndjetë të sigurt nga kërcënimet e Allahut të lartësuar që jo ka bërë robërve të Tij. Për këtyre rasteve është rasti i Abu Bekrit, kur e ka dëgjuar hadithin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që Allahu do t'i largoj nga mëshira e Tij, nuk do t'i flet, nuk do t'i shikoj ata të cilët nga mendjemallësia i tërheqin rrobat e tyre zvarr nëpër tokë, është friksuar për vetveten e tij se mos është edhe ai pjesëtar i këtij. Pse? Se nganjëherë i kanë shku zvarr ndonjëra prej pantallonave apo prej pjesëve të poshtme të teshave të tij. I kanë prek në tokë. Dhe është shku te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga frika se mos ndoshta po hën edhe ai në këtë kërcënim. Atëherë Rasulullah sallallahu alaihi wasallam i ka thënë: "Innaka lasta tasna'a dhalika khuyala." Ti nuk vepron kësaj si pasojë apo si rrjedhojë e mendjemallësisë. Nuk vepron nga mendjemallësia. Po mësimin të cilin ne duhet ta marrim nga Abu Bekri është i cili ka qenë i përgëzuar me xhenet, i cili kur e ka pyet pejgamberin sallallahu alaihi wasallam a do të hyj, a do të thirret ndokush nga 8 dyrë të xhenetit, ka thënë Rasulullah po shpresoj që ti do të jesh prej tyre. Megjithatë është friksu se mos ndoshta e përfshin kë kërcënim i Allahut të lartësuar, se mos ndoshta Allahu e dërgon në zjarr të xhehenamit, se mos ndoshta Allahu ja bën hije pluhur veprat e tij të mira. E kush ka qenë Abu Bekri? E çfarë të themi ne për veprat tona, të cilat janë të mangëta, të pakta në numër dhe aq të pakta megjithatë nuk janë shumë cilësore. A nuk duhet të friksohemi? Çfarë vepra ka pasur Abu Bekri? Çfarë vepra kanë pasur sahabët? Megjithatë janë friksuar për vetët e tyre. Ky është mësimi të cilën ne duhet ta përjetojmë.
Ky është mësimi të cilën ne duhet ta vendosim para syve tanë, që të friksohemi për të vërteta të cilat Allahu i lartësuar i ka përmendur në Kur'an. Nga se vallahi ato të vërteta do t'i shohim me sytë tanë, do t'i përjetojmë. Ashtu që shpo i lexojmë, ashtu që jena të bindura në to, do t'i përjetojmë. Allahu i lartësuar për këtyre të vërtetave thot: "Wa kulluhum atihi yawm al-qiyamah farda." Dhe secili njeri, pa përjashtim, çdo kush në ditën e gjykimit do t'i paraqitet Allahut të lartësuar fill i vetëm, i vetmuar. Ne vëllezër vijmë në këtë botë dhe lindim të vetmuar. Dhe dalim nga kjo botë të vetmuar. Na vendosin në varr të vetmuar, vetëm na varrosin. Dhe do të ringjallemi të vetmuar dhe do të dalim para Allahut të lartësuar të vetmuar. Do të dalim vetëm. Dhe këtë vërtet e shohim ne me sytë tanë, madje e përjetojmë, madje vetë ne me durë tona i vendosim njerëzit në varre dhe i lojmë vetëm. Pasënin e tyre, sa po ta varrosim, e ndajmë të trashëgimtarën. A ja lojmë veturën në varë, rrobat e shtrajta, famën, followersat në rrjetet sociale, a mos valli merr me veti? Një copë pelhur e qefinit të bardh, aq merr me veti nga kjo dunja materiale. E vendosim me durë të tanë, me durë tona, prindin, fëmijën, të afërmin, shokin, dhe në fund, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Gjithë secili njeri do të paraqitet tek Allahu i vetmuar. Edhe neve do të na vendosin dikush prej muslimanëve në varret tona të vetmuar. Dhe do të na hedhin dheun dhe do të na mbulojnë. Dhe lutet kush lutet dhe mbet me neve vetëm vepra e mirë apo vepra e keqe. Dhe të gjithë kthehen në shtëpitë të tyre. Madje na harrojnë. Në momentin që vdesim edhe emrin na harrojnë. S'na thirrin më me emrin. Thojnë gjenazja, kufoma, kërkush thot mo, filan fisteku. Të kujtojnë disa ditë, derisa harrohet mërzia, harrohet dhimbja, dhe vetëm e vetëm atë fëmijë të devotshëm, o prind ti që e ke lënë që lutet për ty, atë sadak rrjece që e ke lënë që të bën dobi, atë dije të dobishme që e ke përhap, atë do ta gjesh. Këto janë 3 grupet e veprave të cilat do t'i gjesh në varrin tënd. Në atë ditë ku do të kesh më së shumti nevojë që dikush të ngushëlloj, që dikush të shoqëroj me ta largu egërsinë e vetmisë. Allahu i lartësuar thot: "Wa laqad ji'tumuna furada." Na keni ardhur vetëm të vetmuar. Kama khalaqnakum awwala marra. Sikurse që ju kemi krijuar në herën e parë. Wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum. Dhe keni lënë pas shtëpinëve të juja. Keni lënë pas shpinës juaj. Atë çfarë keni vepruar? I keni lënë shtëpitë e juja, i keni lënë fëmijën, i keni lënë famën, prestigjin, karrierën, tokën, patundshmëritë, të gjitha i keni lënë pas shpinës. Dhe tash tek Allahu i lartësuar jeni fill të vetëm. Dhe aty do të jepni llogari. Men amila salihan fali nafsi. Kush bën mirë, mirë ka me gjetë. Dhe e bën për veten e tij. Wa man asaa fa alayha. E kush bën keq, ata do ta gjej dhe ata do ta korrë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tregon, thot yakulu ibnu Adam, thot biri i Ademit, mali, pasuria ime. Për gjatë tërë jetës son e gjen njerin duke thirrë, pasuria ime. Dikush e thot, e dikush me veprat e tij e përkthen këtë deklaratë. Derti i tij pasuria. Wa halaka ya ibn Adam min malik illa ma akalta fa afnayt wa labasta fa ablayt wa tasaddaqta fa amdayt. Hadith më dashur. Thot i biri i Ademit pasuria ime. Dhe a ke diçka nga pasuria jote përveç atë pasuri të cilën ke ble ushqim me ta dhe ushtret, ke ble rroba dhe të janë tret, të janë vyshk, të janë shqy, apo ke dhënë sadak dhe ata do ta gjesh. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me këtë hadith na tregon neve se cila është pasuria e vërtet. Në hadithin tjetër të cilën e shënon Imam Tirmidhiu, Aisha radiallahu anha
atë delën të cilën e ka shpërnda sadak, përveç një shpatulle, a një kofshë të saj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur ja kërkon t'ja sjell pak nga mishja e asaj delës, thot të gjithën e kom shpërnda përveç kofshën e saj. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, krejt e ki rujt përveç kofshës e saj. Krejt ato shka ki dhon sadak e ki rujt, e ki depozitu, do ta gjesh te Allahu, kur do të dalesh i vetmuar para Allahut të lartësuar. Ndërsa ato që e ki rujt, këta kimi hongër dhe ka më tret, dhe harrohet çështja e saj. Pak qasteve. Vetëm ato shka e ki jap, ato do të arruash. Prandaj vëllezër të ndarshëm, kur ne e kujtojmë këtë fakt, kur ne e përjetojmë këtë fakt dhe e shohim me sytë tonë, a duhet të sillemi si gafil të shkujdesur, apo duhet të marrim mësim e ta ndërtojmë ahiretin tonë, e mos ta neglizhojmë, mos ta shpërfillim, nga sa ajo është jeta e vërtetë, jeta reale, jeta e përjetshme, që nuk ka më vdekje, nuk ka më kthim. Apo duhet të jipemi e të vrapojmë me të gjitha forcat, me mishë me shpirt për jetën e kësaj bote, që në fund të fundit kemi milion. Ka më na u marr, ka këtat pasuni, ka më nda me strashëgimtarëve të tu. E përmendin historianët njërën prej khalifeve, Sulejman ibn Abdul Malik, ka qenë prej khalifeve të famshëm, Emewi. E ka pas një shok dhe i ka kërku që ta këshilloj. Ky shok ka qenë prej dietarëve të mëdhej të Medinës, adhurues i madh, zahid i madh. E ka pas emrin Ebu Hazim at-Tammar. I thot, o Abu Hazim, çka është çështja jonë? E dojmë jetën e kësaj bote, ndërsa e urrejmë vdekjen. Vetëm na përkujtu vdekjen, e urrejmë. E lemo me meditu fort rreth vdekjes. Dhe ta vrejmë edhe ne. Bo më përmend vdekja në xhami, në hutbë, në ligjërata. Njeriu mendon, po ballë më me vdekjen se na prishet jetën e kësaj bote. Na nxit jetën e kësaj bote. E kjo është vetëm prej shejtanit dhe prej nefsit. Që nuk ka qejf që ty në të lonë mi përkujtu ata shka të bën dobi dhe shka të kryin punë tek Allahu i lartësuar. Ngoja përgjigjen e tij dietare, ku i thot khalifes, khalifja që ka qenë i pasër, çdo gjë prej shtetit islam ka qenë në durrët e tij, në sundimin e tij. I thot, ç'është puna jonë? E urrejmë vdekjen? Nuk po dëshirojmë i përmend. Po ne vrikosemi ku përmendën vdekja. I thot, çështja është nga se ne e kena rënu ahiretin dhe e kena ndërtu dunjan. E nuk kemi qef me shku të ke rënura milion ndërtimin. Dhe kjo logikisht, dikush që e ka shtëpinë e tij luksoze, mi thonë shkoj jeton në Gërmadha, shkoj jeton me ndonjë shpellë. Logikisht, njërë natyrshme e urrejnë një gjë të tillë. Do qyshu në milion këtë luks dhe me shku të Gërmadha ta? Kish me thonë dikush pejna është kështu? Padyshim, sigurisht që kish më shpreh, dhe shumë natyrale. Kështu është çështja jonë me ahiretin. E kemi rënu ahiretin, se kujtojmë ahiretin, nuk e ndërtojmë shtëpitë e ahiretit, pemët e xhenetit. Nuk jemi ka njëllim sa duhet. Prandaj edhe pritojmë me shku. Prandaj edhe urrejmë vdekjen. Nuk kemi qef që më na kujtu shumë vdekja, më na kujtu takimi me Allahun. Ndërkohë që e kemi ndërtu dunjan dhe jemi akomoduar në luksin e kësaj bote. Ndërkohë, e vërteta vetëm sa s'na ka trokit në derë tona. Kullu nefsin dha'iqatul maut. Çdo shpirt do ta shijojë vdekjen. I lumi ai që përgatitet për jetën reale të ahiretit. Allahu i lartësuar po na tregon që do të paraqitemi tek ai, të vetmuar, wa kulluhum atihi yawm al-qiyamati farda. Momentin që ta dëgjosh këtë ajet, mos e përjashtoj vetveten. Mos e përjashtoj vetveten. Me të dëgjuar halifja, me të dëgjuar këshillin e tij, i thot, "Çka është halli? Çfarë të bëjmë? Mirë për mua." Thot, "Qysh do ta kem unë të ardhmen në ahiret? Çka më pret mua tek Allahu i lartësuar?" I thot, "E lehtë, paraqiti veprat tuaja para Kuranit." Nga sa Allahu i lartësuar thot, "Innal abrara lafi na'im." Me të vërtetë të devotshmit do të jenë në begati. "Wa innal fujjara lafi jahim." Ndërsa të ligët, të shprishrit, gjunaqarët do të jenë në zjarr të xhenemit. Prandaj të shpejtojmë, të nxitojmë, të harnojmë veprat tona,
të përmirësojmë veprat tona me teube, me pendim, me istikfare të shumta, të lejmë veprat e mira që i gjejmë tek Allahu, prej sadakës, prej fëmijëve, të edukojmë pas arsit tonë që të lutem për neve, të lejmë ditëri të dobishme, që na shet dikush hajrin, që të takojmë tek Allahu i lartuar kur dalim vetëm edhe veprat tona të mira. Mos të ranojmë ahiretin tonë. Dhe e pyet halifja këtë dietar dhe i thot: "E ku është mëshira e Allahut?" Nga se friksohet, do të dalë para Allahut. Thua vallë, çush i kam veprat? Çka kam ndërtuar tek Allahu në ahiret? I thot ky dietar: "Inna rahmetallahi qaribun min al-muhsinin." Me të vërtetë mëshira e Allahut është afër vepër mirëve. Është afër atyre të cilët bëjnë vepra, është afër atyre të cilët shpejtojnë të pendohen sa herë bëjnë gjunahe, është afër atyre të cilët e kujtojnë ahiretin, që ta ndërtojnë ahiretin. Është afër vepër mirëve, të cilët e kanë dert takimin para Allahut, e kanë dert varrin e tyre. Nga se kush e ka dert përgatitet për to. Përgatitet për to. E mush varrin e tij me istikfare, me dhikr, me salavate, me lexim të Kuranit, me vepra të mira, të lloj-llojshme. Nga se është i bindur se këta do ta gjejë tek Allahu. E me të nuk do të vjen as bashortja e tij, as fëmijët e tij, as vëllezërit, as motrat, as shokët, me të dashur, nuk do të vinë me të. Do ta lëjnë vetëm përveç veprave të tij të mira të cilat do t'i gjejë. Allahu i lartësuar thot: "Wa kullu ma atihi yawm al-qiyamati fardah." Çdo kush do të vijë si individ në ditën e gjykimit i vetmuar dhe do të paraqitet para Allahut. Me një tregim tjetër, përmendin historianët të njëjtin khalife, Sulejman ibn Abdul Malik Emevi. E ka pas një shok, djalin e axhës e tij, Omer ibn Abdul Azizin, khalifen e drejtë, khalifen e famshëm. Dhe kanë pas zakon e mirë atë prishtit që ko pas koha të dalin në piknik. Dhe kur dalin në piknik, i kanë marrë edhe obortarët, shërptorët, ndihmuesit e tyre të pallatit mbretëror. Dhe para se me shku në piknik, i kanë dërguar shërptorët e tyre që më u përgatit terrenin, se kanë ndajt me ditë të tëra. Janë arktu, kanë gjujt në meshigjet, në gjuhëti e kështu me radhë. Dhe gjithë secili prej tyre i kanë thur shërptorët e tyre që mi ngrit shatorrat, mi vendos, mi përgatit terrenin. Vetëm Omer ibn Abdul Azizi se ka përcjell dikon, nuk e ka dërguar dikon që mi paraprit terrenit mi rregullu. Dhe vjen koha e shkuarjes dhe sapo të mrihin, gjithë secili shkon tek shatori të cilin e ka ngrit. Dhe hyn në shator. Pasi kalon pak kohë, i kujtohet këtij khalifes se Omer ibn Abdul Azizi, khalifja i drejtë, të cilin historianët i thojnë khalifja pestë i drejtë, i cili ka gjyku për 2 vjet e ca muaj e ka mbush dunjan me drejtësi. Ky khalife i kujtohet që nuk e ka çu dikon mja përgatit terrenin. Dhe i thot shërptorëve të vetë, shko bën një zo, firmani. Kur shkojnë e gjejnë në hijen e një pemë, me kokë të ulur duke kajt. I thojnë khalifja është katir. Masi që shkon të khalifja dhe ja përshkruan gjendjen, i thojnë: "O Omer, pse po kanë?" Thot: "Meditova rreth ahiretit tim. Gjithë secili prej jush e bët gati terrenin, i dërguat shërptorët e juaj, i ngritet shatorat dhe e gjetet luksin. Ndërkohë që unë nuk çova diçka përpara dhe nuk gjeta asgjë. E mendova veten time, tha, a thua vallë, a jem duke bugati diçka për ahiretin tim? A jem duke i ngrit ato shatorat në ahiret që kur dal tek Allahu mi gjet shërptorët që më bëjnë hizmet në ahiret kur ta takoj Allahun e lartësuar?" Dhe aty fillova me kajt. Sa këshillë mirë, sa mësimi dobishëm për të cilin kena nevojë që në dinamikën e jetës, në egërsinë dhe ashpërsinë e materialitetit, materiales e egër të kësaj dunjaje, në kohën në të cilën po jetojmë, ta kujtojmë takimin tonë me Allahun e lartësuar. Dhe të bëjmë gati që mos befasohemi me egërsinë e vetmisë në varr, mos befasohemi me egërsinë e vetmisë në ditën e gjykimit. Po le të gjejmë ngushëllim në shoqërinë e Kuranit, në shoqërinë e agjërimit të Ramazanit, në shoqërinë e sadakës të cilën e japim, në shoqërinë e bamirësisë, moralit të mirës, bamirësisë dhe sjelljes së mirë shembullore me prindërve, e istikfareve të shumta. Këtë duhet ta synojmë
Dhe për këta duhet ta lutim Allahun të na ndihmoj që të pajisemi dhe të përgatitemi për takimin me Ti. Subhanakallahumma bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Vllazën dashtën, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është lutur në lutjet e tij, duke thënë: Allahumma hasibni hisaban yasira. O Allah, merrem në llogari të lehtë. Jepëm llogari të lehtë në ditën e gjykimit. Dhe ka thënë në një hadith tjetër: Men nuqisha al-hisab udhib. Ai që merret në llogari dhe pyetet për llogarinë e veprave të tij është dënu. Pastaj në një hadith tjetër ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Allahu do t'i shtyjë në xhenet nga besimtarët bi ghairi hisabin wala adhab. Do të fusë nga besimtarët pa dhe robërat e tij, pa dhënë llogari dhe pa i ndëshku as pak. E lutim Allahun e lartësuar të jemi prej tyre. Megjithatë, kur ne i shohim këto përgëzime te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo nuk vjen ndesh se gjithë secili prej nesh do të takohemi me Allahun e lartësuar të vetmuar. Përkundrazi, kur ta kujtojmë këtë fakt, do të na ndihmojë që të bëhemi gati për takimin me Allahun e lartësuar. Kur ta shohim se çka na kryen punë tek Allahu, duhet ta kuptojmë dhe duhet të investojmë vetëm në ato lidhje të cilat ndërtohen me devotshmëri. Nga se të gjitha lidhjet tjera do të shkputen dhe do të shndrohen në armiqsi. Madje edhe shokët më të ngushtë në jetën e kësaj bote, nëse se kanë shoqërinë e tyre për hir të Allahut dhe të ndërtuar mbi devotshmëri, në ditën e gjykimit do të jenë armiq. Allahu i lartësuar thotë: Al-akhillau yawma idhin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Mist e ngushtë në jetën e kësaj bote, në ditën e gjykimit do të jenë armiq të njëri tjetrit. Përveç kujt? Përveç të devotshmëve. Përveç ata të cilët shoqërinë e tyre kanë në devotshmëri. Përveç ata të cilët vëllazërinë kanë në devotshmëri për hir të Allahut. Këta do të jenë miq të njëri tjetrit edhe në ditën e gjykimit. Prandaj, në çdo lidhje tonë të shoqënisë, të vëllazërisë, çdo vepër tonë, duhet të jemi të sinqertë. Duhet të jemi të devotshëm, nga se vetëm ato vepra do të na kryejnë punë tek Allahu i lartësuar. Pastaj Allahu i lartësuar duke i përshkruar miqt dhe jo besimtarët në jetën e kësaj bote, thotë: Thumma yawm al-qiyamah yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da. Pastaj në ditën e gjykimit do ta mohojnë njëri tjetrin dhe do ta mallkojnë njëri tjetrin dhe do të jenë armiq të njëri tjetrit. Kjo është çështja e vërtetave kur do të dalin para Allahut të lartësuar. Pastaj Allahu i lartësuar na tregon se të merret e ditës së gjykimit janë të rënda. As të rënda janë saqë njeriu dhe prindi për fëmijën që sakrifikon aq shumë në jetën e kësaj bote. Veten e lën pa gjumë që me flajt fëmiu i saj. Sikurse nëna apo baba i cili shpenzon tërë energjinë e trupin e tij, e pasuninë e tij për fëmijët e për bashortën e tij. Në ditën e gjykimit, nëse kjo nuk ka qenë që e kënaq Allahun, nëse nuk ka qenë e ndërtuar kjo lidhje me devotshmëri dhe për hir të Allahut, Allah e përshkruan thotë: Yawma yafirru al-mar'u min akhihi. Në atë ditë kur vllau prej vllaut do të ikë. Wa ummihi wa abihi, madje edhe prej nënës e prej babës. Wa sahibatihi wa bani, madje edhe prej bashortës dhe fëmijëve. Li kulli imrin minhum yawma idhin sha'nu yughni. Çdo secili, çdo kush prej njerëzve atë ditë do ta ketë preokupim çështjen e tij. Nefsi, vetja ime, shpirti jam. Halli do të jetë ta shpëtoj veten time. Prandaj vëllazën, ai i cili e ka këtë vërtet dhe e beson me bindje të paluhatshme, përgatitet qysh nga sot, duke filluar me investu në ahiretin e tij dhe duke ndërtu pak nga pak. Kërkush nuk ka lyp prej teje që ta rënosh dunjan. Jo, dunjan shfrytëzoje dhe investoje që mi fitu ahiretin. Nëse herët avon do ta lëjmë gjithë secili prej nesh. Sa do të jetojmë më së shumti me i riu në këtë xhami që gjendet sot? 100 vjet? Po 1000 me jetu pak është. Në krahasim me përjetësinë që e kemi në xhenet. E lutim Allahun e madhruar që të na e bëj këtë frikë sebeb për përgatitjen tonë në takimin para Allahut të lartësuar. E lutim Allahun e madhruar që imanin ton të na ripërtri
të na ruaj, të mos na amër asnjëherë, vetëm se të na ruaj neve dhe familjarëve tonë, dhe të na bëj pej qelsave të hapjes së hajrit dhe mbylljes së sherrit. E lutim Allahun e madhruar të na jepë të mirë në këtë botë dhe në botën tjetër, dhe të na ruaj nga zjarri i xhenemit dhe të na bëjë nga banorët e xhenetit. E lutim Allahun e madhruar me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta, që me mëshirën e tij që ka përfshi çdo gjë të na përfshi neve, të gjithëve, familjarët tonë, të dashurit tonë, të na përmirësoj gjendjen tonë, të na shtoj dije të dobishme dhe vepra të dobishme të cilat na kryejnë dobi dhe na bëjmë dobi tek Allahu i lartësuar në atë ditë kur do të dalim të vetmuar tek Allahu i lartësuar. E lutim Allahun e madhruar që gjendjen e muslimanëve ta përmirësoj kudo që gjenden. Ti bashkoj muslimanët kudo që gjenden dhe ti përfshi me mëshirën e tij kudo që gjenden. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidul Majid. Allahumma barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka fil 'alamin Hamidul Majid. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amri al-mu'min, sa habitshmar çështja besimtarit. Inna amruhu kulluhu lahu khair. Çështja e tij është krejt hajër, është krejt mirësi. Wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dhe kjo nuk i takon askujt tjetër përveç se besimtarit. Qysh ka mundësi më kon çështja e tij hajër? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, idha asabat sarra'u shakar. Nëse e godet, nëse zbret mbi të mirësia dhe begatia, falëndron Allahun dhe kjo është mirë për to. E nëse e godet sprova dhe fatkeqësia, bën sabër dhe kjo i bëhet hajër për besimtarin. Prandaj besimtari kur e kujton ahiretin e tij, përgatitet për takimin me Allahun dhe kjo është e mirë për to. Edhe kujtimi i vdekjes, edhe friksimi nga dënimi i Allahut është hajër për to, nga sa e përgatitet dhe nuk i neglizhon obligimet të cilat Allahu i lartësuar ja ka bërë në jetën e kësaj bote dhe për të cilat do të shpërblehemi apo Allahu na ruaj do të ndeshkohemi në ditën e gjykimit. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. إن الله يأمر بالعدل والإحسان والإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة